protesta qëllime politike e ka, se nëse kërkon të largosh një qeveri, politikë është kjo, gjithçka. Por në qoftë se në krye të protestës do kishte profile akademike, intelektuale, njerëz publik, që çdo kush nga ne mund ta bëjë një listë të tillë, ajo protestë pa diskutim që do ta vendosë akoma më në vështirësi qeverinë, dhe ka një postulat në historinë e protestave në Evropë, kur De Gaulle në Francë, në Paris, tha, ore, është mbush Parisi, okej, thoshin është mbushur Parisi plot. Ore, Jean-Paul Sartre, është aty, thoshte? Jo. Kur doli ai, atëherë u zgjidh çështja. Kjo është që do të bënte Shqipëria, që do bënte protesta. Por kjo nuk ndodhi. Informacioni që kam unë di që u është drejtuar disa figurave publike, politike, intelektuale dhe akademike, dhe ata nuk kanë pranuar. Por nuk ishte kjo zgjidhja, sepse ka të tjerë që ne mund të pranonin dhe mund ta merrin në dorë drejtimin e protestës. Sepse nga kjo protesta që bukur kaloi në kaotike, sepse ti nuk e shmang dot një rrymë që nuk është normale. Aty ka diversitet të rrymave, të njerëzve të ndryshëm, të faktime të ndryshme, dhe ti nuk i thua dot atij që ikti nga protesta se unë dua protestën të bukur. Jo, por protesta duhet të ketë një kokë. Dhe ato debatet më vjen mirë sot, dhe më vjen keq për protestën, por më vjen mirë që një pjesë e gazetarëve kanë qenë që protesta të ketë përfaqësinë e saj. Shikohet çfarë pasoja shpati që ata nuk patën përfaqësi. Sot ata mendojnë që do ta zgjidhin me dhunë. Jo, po edhe përfaqësia është se tani do të arrish këtë zgjidhësh këto çështje, po çështjet që janë shtruar për të zgjidhur, po them edhe 5 kërkesat, do të zgjidhen, po them në rrugë institucionale, në parlament, që të zgjidhësh këto kërkesa, do një përfaqësi që të shkojë dhe të flasi, sepse nuk mund të flasi, po them 20.000, 30.000 qytetar. Pra, të gjitha këto kërkojnë dikë që të komunikojë, që të diskutojë. Atë unë përsëri i kthem precedentit, Esmeralda. Ti je gazetare vjetër dhe në 97-ën nuk e bëri Partia Socialiste kalimin dhe dorëheqjen e kryimin e së Aleksandër Meksit, qeverisë Meksi. Por e bëri një komitet me krye Fatos Lubonjën. Dhe çfarë ishin ata? Ata ishin një grup intelektualë që ishin pa parti dhe ata ishin zgjidhja. Sot ne nuk mund të themi që do iki Edi Rama, kush ja kërkon këtë dorëheqje? Kush? Cila? Ata kërkuan dorëheqjen e Meksit, e qeverisë Meksit, pra një ose nuk dhe ishin ata që diktuan, ishin ata që u faktorizuan dhe u kontaktuan dhe nga faktorin të kombëtar. Tani më fal mua, nëse fjala vjen një diplomat i huaj, këtë do takoj në protestë. Kush është përfaqësia në protestë? Sepse këto janë rregullat politike. Absolutisht, është një aspekt shumë i rëndësishëm se tani nuk mund ta lësh Shqipërinë në këtë situatë pa zot dhe faktori ndërkombëtar do të di dhe kush vjen, se ja iku Rama. Jo se nuk ka, se mos ta bëjmë këtë që iku dhe s'ka kush vjen, se ka pafund kush vjen, po them ata duan të dinë kush mund të jetë kandidati potencial. Patjetër, unë e thash precedenti, sigurisht nuk është e njëjta situatë me 97, po precedenti politik për zgjidhjen e një situate. Po edhe në 90-ën ka pasur një përfaqësi. Po them që ishin edhe më të pa. Edi Ramës, kush e kërkon dorëheqjen në kuptimin institucional, sepse në qoftë se ne do shkojmë në zgjedhje të parakohshme, situata zgjidhet me votat, nuk zgjidhet se dua unë se do ti. Ky është sistemi. Ne nuk mund të devijojmë sistemin, ne nuk mund të prishim sistemin. A mund të kenë ndryshime në kodin zgjedhor, në kushtetutë, kjo është çështje tjetër, por në fund ka politike. Dhe në qoftë se Rama jep dorëheqjen, dhe në qoftë se Rama nuk jep dorëheqjen, pra do shkojmë pas 4 viteve, pra edhe 3 vite tjera. Edhe në qoftë se Rama jep dorëheqjen, ne do shkojmë te kutia e votimit të zgjedhim qeverinë e re ose forcën e re politike. E kuptoj. Po si Rama, si do ta bësh? Cila është formula? Këtu ka një problem politik që edhe ekspertët, pika 5 lidhet me ekspertët dhe me intelektual të fushave të ndryshme për të dhënë mendim. Gjë që kjo nuk ndodhi, se kjo është në dorë të protestës së Esmeralda. Okej, pika e parë është në dorë të Ramës, po pika 5 nuk e kanë bërë. Dita 30 e catë, thuaj se, e 5 mirë. Pika 5. Pika 5, ata shte the, dita e... Jo, pika 5 e kërkesa ishte
ekspert të fushave të ndryshme, sidomos ato juridike, bla bla bla, duhet japin mendime. A e kanë bërë këtë protesta? Jo. Okej, pika e parë, 2, 3, 4 janë në dorë të qeverisë. Po pika e 5 është në dorë të protestuesve. Do të thënë, ka një problem dhe e gjithë ajo, aq e bukur, ajo protesta aq e bukur. Arda, unë kam parë karavanin e makinave në rrugët kryesore, rrugën e Kavajës, rruga e një vjetorit, që nuk e kishin problem se ishte bllokuar trafiku dhe dilin njerëzit përqafonin protestuesit. Do tha, me protestën e djeshme, me dhunë, nuk afrohet njeri aty. Edhe ky është problemi sot i protestës. E kuptoj. Sot, paktën vetëm pak çaste më parë, zoti Rama u shfaq ndryshe. Pra, nga agresiviteti që nga ana tjetër, po them, pati me deklarata, nga ana e qeverisë, jo iranian, jo rus, jo çfarë të duash aty brenda, sot kryeministri u duk duke sjellur historinë e një zonje që kishte kuptuar që ata që kanë dalë aty nuk është se kanë dalë thjesht se janë paguar apo kanë rënë prej algoritmit, por secili për shkak të problemeve që has në të përditshmen. Është ky një lexim që Rama tashmë po i bën problemeve, apo thjesht është vazhdon me PR-in e vet që ne po i dëgjojmë? Pra, e ka marrë mesazhin, e ka kuptuar që çfarë do populli dhe pse populli u derdh në bulevard? E para, ti ke kapur shumë bukur që është dita e parë, pra mbas 33 ditësh protestë, nisi reflektimi. Dhe pyetja e madhe këto 33 ditë ishte, ore, dakord ju po gjeni disa defekte të protestuesve, por në një defekt ka qeveria dhe maxhoranca? Dhe për të parë, zoti Rama sot bëri një lloj reflektimi që një zonjë, mamaja e një miku të zotit Rama, kishte shkuar në protestë sepse nuk kishte marrë shërbimin e duhur mjekësor në spital. Kjo është për t'u vlerësuar, por është pika më e dobët dhe pika më, po themi, e parëndësishme për reflektimin që duhet bënte kryeministri. Në radhë të parë, reflektimi më serioz që unë prisja personalisht, unë e them modestisht këtë, është për demokratizimin e jetës së vendit. Dhe demokratizimi i jetës së vendit nis që disa ndryshime ligjore. Ato kërkesa që kanë bërë disa ekspert ligjor me zotin Kume apo zonjën Meta etj, janë thelbësore për një shoqëri më demokratike. Dhe unë do gëzojsha shumë që zoti Rama thoshte po, ne do pranojmë disa gabime që janë bërë edhe juridike edhe konstitucionale dhe duhet të ndryshojmë. Dhe kjo është e para, sepse ligji për referendumet që ka shpjeguar Kume, ligji zgjedhor, ndarja në zona zgjedhore dhe territoriale, se lidhen ato njëra tjetër, dhe kjo është ajo që do ta quajmë reformë. E dyta, okej, zoti Rama bëri një mjek shembull, po themi, të një prepotence, po jo. Unë kisha më shumë për momentin e reflektimit për të kuptuar që në këtë vend, jo siç mendon ai gjithçka po shkon shumë mirë edhe gjithë janë të lumtur e jetojnë shumë mirë. E kisha për këtë, domethënë, momentin e parë, nuk e kisha për rastin, sepse rasti është ndoshta pika më e vogël, por po, potenca. Jo, dakord Alda, po prepotenca është qeveria, nuk që është ajo e vërtet që thon zoti Rama, unë e besoj që është e vërtet. Ai mjek është i papërgjegjshëm dhe ai mjek nuk do të jetë më pjesë e blluzat bardha, se ka ligje, ka urdhë mjeku etj. Të shkon një nën atje, në mos gaboj do të ishte në moshë edhe gati 80 vjeçë dhe i lënë radh, ajo nuk është as humane, ai mjek nuk funksionon normalisht me rregullat më elementare. Por unë mendoj që prepotenca është e qeveria. Ne jemi gazetarë dhe ne e dimë në prepotencë ke ministra, jo ngeli prepotenca të një mjek në QCUT. Prepotencë ke në administrat, ke të drejtorat. Unë aty shikoj prepotencën. Unë do ta quaja një reflektim real të zotit Rama, nëse do thoshte, po më zotri po, unë kam shkarkuar të dy drejtorë sepse ishin prepotent. Po jo që shembulli vetëm pas ka qenë një mjek. Unë këtu e shikoj si